Mirëmbrëma të gjithëve. Është një kënaqësi e veçantë që jemi sot të mbledhur të gjithë bashkë në këtë vigjilje të Krishtlindjes për të festuar ashtu si që fjala e thot, lindjen e Krishtit. Një lindje që siç na thot personaliteti i madh Pascal, është e vetmja lindje në gjithë historinë e njerëzimit e cila u paratha. Kanë lindur njerëz të famshëm në këtë botë, që kanë bërë gjëra të mëdha të mira apo jo të mira, por për asnjërin prej tyre qoftë edhe pak vite para se të vinin, nuk ishte parathënë. Kurse për lindjen e Krishtit, me qindra vjet përpara, profetët e ndryshëm të dhjatës së vjetër e parathan atë me çdo detaj, madje parathan edhe pasionin e tij, vuajtjen e tij, kryqëzimin, ngjalljen, madje edhe detajin se ushtarët do të hidhnin short për këmishën e tij. Edhe kjo pse? Sepse ishte personi që do të ndryshonte historinë e botës. Të gjithë ne jemi dëshmitar se si ndryshoi bota, se si ishte para Krishtit dhe se si ndryshoi pas lindjes së tij. Ishte personi që ndau historinë e botës në para Krishtit dhe pas Krishtit. Lindi Krishti në Betlehem për të na ndryshuar të gjithë ne dhe do të marrë shkak nga një gabim i pafajshëm gjuhësor që ka në titull dhe nga poezia që dëgjuam së fundmi, se Krishti lindi vërtet, por nuk lindi vetëm një herë. Krishti lind çdo ditë, çdo moment, çdo orë, çdo sekondë në zemrën e gjithë secilit prej nesh. Dhe sërish poezia e fundit që dëgjuam na i shpjegoi se çfarë do të thotë të lind Krishti brenda nesh. Do të thotë që neve të identifikohemi me zgjedhjet që ai bëri në Betlehem. U lind Krishti në Betlehem i varfër, për të na treguar dhe për të goditur lakmin ton, po për të na treguar se me pasurinë nuk mund të blejmë lumturinë. Më kujtohet historia e një shkrimtari italian i cili para shumë vitesh dhe viteve 70 u gjend në Suedi dhe shkoi me idenë për të himnuar, le të themi, sipas modelit njerëzor lumturinë e atij vendi. Por çuditërisht kur u kthye që andej, lindi libri me titull Të dëshpëruarit e mirëqenies, sepse sado që i kishin të gjitha ata njerëz nuk ishin të lumtur. Dhe lindi Krishti në Betlehem i përullur për të goditur krenarinë e secilit prej nesh. Lindi i prisht si një foshnjë për të goditur fuqinë e rreme të mëdhenjve të kësaj bote. Kjo është mënyra se si Krishti do të lindë në zemrën tonë. Vëllezër, ne u krijuam thjesht dhe vetëm për shkak të dashurisë së Perëndisë. Dhe për të njëjtin shkak Perëndia në një moment ndjeu dëshirën që të përzihet me historinë njerëzore për ta vizituar dhe për ta rregulluar atë. Le t'i bëjmë dhe ne pra zemrat tona një grazh të vogël që të lindi brenda saj Krishti foshnjë. Dhe vetëm kështu do të festojmë Krishtlindje çdo ditë. Pra Krishti vërtet lindi një herë në Betlehem, por ai lind çdo ditë brenda zemrës sonë. Më lejoni që në këtë mbrëmje të përgëzoj të gjithë organizatorët, duke filluar me Atspiron, me aktorët dhe këngëtarët e mrekullueshëm, dhe mbi të gjitha të përgëzoj këta fëmijë të mrekullueshëm që e mbushën zemrën tonë me gëzim, ashtu si që mbush edhe Krishti foshnjë jetën tonë me gëzim. Dostojevski thoshte se Krishti është burimi ekskluziv i gëzimit. Jashtë Krishtit nuk ka gëzim. Këtë na thot edhe ai vetë në ungjillin e tij. Unë erdha që të keni gëzim dhe ta keni atë të plotë. Dua të uroj tani të gjithë ju, gëzuar Krishtlindjet, të gjithë banorët e këtij qyteti, të kësaj metropolie dhe të gjithë vizitorët që kanë ardhur për të kremtuar Krishtlindjen në qytetin tonë të bukur, të uroj të gjithë Shqipërinë dhe mbar botën gëzuar Krishtlindjet për shumë vjet.